E qartë, zoti Dauti, mbas këtyre sulmeve në jug të Libanit, si reagoi Hezbollah ose si pritet të reagoj në ditët në vijim? Po edhe te çështja e Hezbollahut apo Libanit jugor nuk kemi diçka të re. Menjëherë filluan bombardimet pas 7 tetorit 2023. Përgjatë gjithë kësaj periudhe është bombarduar Libani jugor, por në këta muajin e fundit, sidomos bombardohet edhe kryeqyteti i Libanit, Beiruti, dhe ku ka të paktën në këta bombardime të paktën 3000 civil të vrarë. Kuptohet edhe kjo është një tragjedi tjetër për popullin libanes. Në ndërkohë kemi edhe shumë refugjat libanes, të cilët janë të detyruar të lëshojnë shtëpitë e tyre, dhe për fat të keq disa nuk do të mund të kthehen për shkak se u shkatrohen shtëpitë. Bombardohen fshatrat e Libanit jugor nga aviacioni Izraelit. Në Libanin jugor kemi edhe disa fshatra që kanë popullsi krishtere, edhe ata janë viktimë e bombardimeve të Izraelit. Mirëpo ne jemi dëshmitar që Izraeli kërkon që të tërhiqen edhe trupat e OKB-s që janë të stacionuar në Libanin jugor, me qëllim që mos ketë dëshmi se si ushtria izraelite i rrafshon fshatrat, i bombardon civilët dhe të mundet lehtësisht të bëj Libanin jugor njëjtë ashtu sikur e bëri edhe në Gaza, por kuptohet që ata nuk do t'ja arrijnë këtij qëllimi, ata mund të arrijnë që të bëjnë shkatërrime edhe të civilëve, edhe të fshatrave, por kuptohet që nuk kanë guxim që të hyjnë me ushtrinë e tyre në Libanin jugor. Ata disa herë tentuan, por u thyen nga ushtarët e Hezbollah. E qartë, zoti Dauti, si kanë reaguar deri më tani autoritetet ndërkombëtare ndaj përshkallëzimeve të dhunës që kanë ndodhur në Gazë, por edhe Liban? Po kuptohet, tani si institucion më i lartë për marrëdhëniet ndërkombëtare është OKB-ja. Mirëpo ne jemi të vetëdijshëm se aty ka 3 shtete perëndimore të cilat kanë të drejtë të votit, të vetos. Ata janë Anglia, Franca dhe SBA-ja. Dhe ata si zakonisht gjatë gjithë rezolutave apo debateve në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ata e mbështesin Izraelin, thuajnë që Izraeli ka të drejtë që të vetë mbrohet. Mirëpo shumica e botës apo komunitetit ndërkombëtar nuk e ndajnë mendimin e njëjtë, sikur këta perëndimore që përfaqësohen në OKB. Shumica e komunitetit ndërkombëtar thotë që në Gaza, po edhe në Libanin jugor, është duke u kryer një gjenocid, dhe ata zëshëm kërkojnë që të ketë një armpushim me qëllim që nëse nuk ka mosmarrveshje, të realizohen ata apo të zgjidhen në mënyrë diplomatike, dhe në këtë rast Izraeli mbetet i izoluar. Ata kanë vetëm mbështetje perëndimore, po mund të ndodhë që edhe ajo mbështetje perëndimore çka e kanë, edhe atë ta humbin. Kemi disa shenja nga Franca, ku kryetari i shtetit i Francës tha që ndoshta do të duhet që Izraelit t'i bëjmë